prej suneteve të natyrshmërisë të pejgamberëve të Allahut është ndryshimi i ngjyrës së thinjur. Dhe këtu do të dalim pak. Pra me li mjekrën dhe me li flokët. Tamam? As sunet i pejgamberit Allah, as sunet i pejgamberit Allah. Pra të thotë Ahmed ibn Ameli, mos me pas vështirë, kur as njëherë se kështë në lonë më duk një thi. Pa shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që transmeton Xhabir ibn Abdullah i cili thotë, kur e ka çliruar Mekën, baba i Ebu Bekrit e kanë quajtur Ebu Quhaf. Ka ardhur dhe ka pranuar Islamin te pejgamberi Allah. Mirë pa ai u patë moshu. Atë shumë u patë moshu që derisa koka e tij u patë bë bardhë, sikur me pas mjeku, sikur më konë re. Disa thojnë, apo si më konë që na i thojmë sikur se me pas lakën mbi kokë. Bardhë as një kimetis. U patë zbardhur mjekër dhe u patë zbardhur kokë. Çka tha pejgamberi Allahut? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pranoi Islamin, Ebu Quhaf e baba Bekr. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha dërgone tek njëra prej grave të tij dhe leçja ndryshoje qimet e thimbje. Deri që tu hadithi është i saktë, transmeton Muslimi. Është një shtojc që është dilem mes dietarëve, thotë vetëm se shmangjoni zezës, ngjyrës zezë. Tamam? Fjala shmangjoni të ngjyrës së zezë, sipas shumicës së dietarëve të hadithit është e dobët. Për shkak se i thojnë është thonje mudarrajë prej transmetuesve, nuk ka thonë pejgamberi Allah. Pejgamberi Allah ka thonë ndryshonja ngjyrën e thinjës, kaq. Shmangjoni të zezës nuk është fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye kanë thonë dietarët se kjo pjesë, kjo shtojc nuk është thonje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye a ban që të ngjyroset me zezë, ka thonë dietarët ban. Për shkak se kjo shtojc është e dobët. Po dhe ata të cilët kanë thonë se kjo shtojc është e vërtet, ka thonë ban, mirë po, nëse vjen moshën e Ebu Quhafës, thotë nuk i ka hije. Këtë ka dash me thonë pejgamberi Allah. Sikur se me punë pruni plak 80 vjeçare, apo edhe asaj mi vesh një për pantolona apo një për shtiklat grave të reja. I ka hije. Ha? Të shtiklat e grave të reja si ka hije. Me avesh asaj në kupton një për trenjer, ka kupton. Të modës, 2025-ës. A i kanë hije? Ka thonë dietarët, nëse është kjo shtojë se vërtet, se u Bekrit ndryshonja ngjyrën e qimeve. Dhe shmangjoni të zezës, e ka për qëllim shmangjoni të zezës se nuk i ka hije. Tamam? Nuk i ka hije. E dyta të cilët ata të cilët kanë ndryshuar mendimin e dietarëve, do thonë që ja ban njëri të ngjyros mjekrën me zezë, a ban njëri të ngjyrosë të kupton me zezë, ta humb makutën tim me zezë. Ka thonë hadithi i cili transmeton Abu Daudi, Imam Nesai dhe Imam Ahmed. Ka thonë pejgamberi Allahut, do të vinë disa njerëz para ditës së Kiametit që do të ngjyrosin flokët e tyre apo qimet e tyre me zezë, sikur se qafat e plumbëve. Si zakonisht plumbët e po, qafat i kanë zezë, apo si qafat e plumbëve thotë s'kan për të nuhat as erën në xhenet. Tamam? Për këtë hadith kanë ndryshuar dietarët, është hadith i vërtetë ajo, për shkak se është i transmetuar si Abdul Kerim. Një Abdul Kerim ibni njëri transmetues është një ndër gënjeshtarët. Këtë hadith Ibn Jauzi e konsideron për haditheve të rrejshëm. Nuk është hadith. Dhe ka shumë dietarë që e konsiderojnë hadith i dobët. Tamam? Për shkak të transmetuesit që thonë Abdul Kerim. Po edhe nëse është hadith i vërtet, ato që e kanë konsideruar hadithin hasan apo të vërtet, ka thonë që hadith nuk aludon për ndalesën me ngjyros me ngjyrë të zezë. Pse? Se pejgamberi Allahu nuk ka thonë se këto nuk kanë me nuhat erën në xhenet pse janë ngjyros. Se pejgamberi Allahu ka stimulu, pejgamberi Allahu ka nxit që njeriu me ngjyrën e thind. Tamam? Ka thonë ngjyrosni me kan.
Ngjyrosi me ketm që dhe në kupton, ngjyrë e zezë apo e kaftën të zezë që është një pemë që është e Jemenas. Pejgamberi Allahut ka thonë në hadithe, ka thonë ngjyrosni kokat apo qimet për shkak se çifutët edhe krishterët nuk i ngjyrosin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë vepra më e mirë që e keni bërë është ngjyrosja e thinjeve me kan apo me ketm. Do thonë një lloj ngjyre që a përdor në atë kohë. Ata të cilët e kanë konsideruar hadithin që në akhir zaman ka me ardhur disa njerëz që kanë me ngjyros dhe nuk kanë menuar erën xhenetit, ke hadith nuk nën kupton se është haram. Se pejgamberi Allahut ka thonë, ka marrë një kohë që njerëzit e ndacak, njerëzit e varfër kanë me ndërtu japije, ndërtesa të larta. A do me thonë si ndërtimi i shtëpive të larta është haram? Po argumentit më i fuqishëm pejgamberi Allahut ka thonë se do të shfaqet një grup njerëz të cilët i ruajnë flokët, apo i ruajnë flokët. Kush janë këto? Shenjët e Khawarij, i ruajnë flokët. Tamam? Dhe pejgamberi Allahut ka thonë se këtij grup njerëz do të qenë çem të zjarmit. Tash Khawarijët në xhenem, pse hinë? Për shkak se i kanë ruajt flokët? Jo. Po ka tregu pejgamberi Allahu nga shenjat e tyre është ruajtja e flokëve. I njëri për tërë thotë, alhamdulillah na spirojsh me flokët, na s'ka shmjetin. Kjo s'ka të bëjmë të. Për shkak se arabët nuk i kanë hek flokët përpara, veç në haxh edhe numër. Këti kanë marrë flokët e gata, apo. Ndoshta sot mi bajt flokët e gata, bjen që ata hadithin mi rujt flokët. Pse mu dallu nga qertë, unë më akitën më të fortë, unë në hak më i fortë, apo ki kësire kërtë, shkon berberve, shkon një në për berberve, una ta flokë të rëtu, ta kapuqin e zi, a kupton, veç ka Allah është i mungon se s'gudzojme, të pak tutë më dhe. Tamam, do të që kupton, qëllimi tëra është mu dallu nga qertë, qëllimi tëra është me pas një sifat cilësi të dalluese nga të qertë. Mirë po mi rrit flokët, apo mi hek flokët, a qojnë xhenem se i kek flokët, apo i rrit, jo. Ato i qojnë xhenem, por shkak veprave qenë. Pejgamberi Allahut, nëse është ke hadith i vërtet, edhe pse shumica thojnë se kjo është mauquf, është thonja Abdullah ibn Abbasit, se nuk është hadith i pejgamberit Allahut, se në akhir i zaman ka marrë njerëz që kanë ngjyros kokët e tyre sikurse qafat e plumbëve nuk kanë për ta nuhat erën e xhennetit, kanë me ngjyro, do të thonë flokët e tyre, apo me zezë, sikur se qafat e plumbëve nuk kanë me nuhat erën e xhennetit, nuk është për qëllim për këto, se ngjyrosja e flokëve nuk çon xhenem. Mirë, po kjo është cilësi që ato i veprojnë disa vepra të shëmtuara që çojnë xhenem, e një ndër nga cilësitë është edhe kjo. A morët vesh? Edhe nëse është transmetimi i vërtet. Pra ngjyrosja e flokëve edhe me të zezë, na mendojmë që pasisht lejohet edhe pse ka tre mendime në këtë çështje. Mirë, po kupton në vërtetë se shumica e dietarëve thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e kanë ndaluar se nuk transmetohet me hadithe të vërteta.